Miq të pasmës natës, unë kam kënaqësinë të flas për teatrin, të cilën e dua fort dhe jo pak herë. Kemi patur aktor, regjisor të ndryshëm. Kësaj here kemi një mysafir nga Kosova, i cili vjen në Tiranë me shfaqjen e tij si regjisor. Ngjujt bëhet fjalë për Naser Shatrollin. Mirë se erdhe këtë pasmës natë, regjisor, dramaturg, njeri që merret me kurimin e artit, shumë dimensional. Do të quaja një artist total? Faleminderit. Sigurisht që është ndihem edhe unë shumë mirë në prezencën tuaj, në prezencën e këtij ambienti që na ka rrethuar kështu qiellor, si thosh është një kosmos i tërë. Sigurisht që edhe teatri është filozofia e teatrit këtu është. Është tendenca është me gjetë se i cili atë kosmosin e vet në drasat e teatrit, jo përtej drasave, kështu që po, unë jam këtu në Tiranë, erdha me ftesë të Odisej Plakut, autorit të pjesës. Dramaturgu i pjesës. Dramaturg i pjesës dhe në bashkërendim me Vefi Redhin, aktore që vjen nga Athina. Në fakt, ishim të Qielli. Qielli është i lidhur ngushtë me ju. Ju keni edhe një vëllim me drama që e keni quajtur Qiell. Po, është vërtet. Dhe vetë qielli, ne dim shumë mirë që në antikitet shfaqjet bëheshin në qiell të hapur, se nuk ishte skena druri që ju thatë më herët. Drejt, shumë e drejt. Sigurisht që se i cili ka synimet, i ka, si thosh, ato ambicjet e tij që ta gjej ose ta prek qiellin e tij në krijimtarinë e tij ose në atë dhuntin që ai pretendon ose e ndjek atë dhuntin e tij, vrapon pas talentit të tij, edhe në këtë kuptim i dhash e emërtova qiell. Fakti që janë 6 pjesë të ndryshme të inskenuara që të gjitha dhe më duk që vërtet ka një kuptim pak ma filozofik, pak ma simbolik, metaforik dhe më duk që e përfshin të gjithë ato pjesë teatrore emërtimi ose fjala në këtë rast qiell dhe kështu që emërtova librin Qiell. Do të pres pak, ju ftoj të ndjekim një insert për Naser Shatrollin dhe rikthehemi për të biseduar për këtë regjisor, le të themi dhe dramaturg, edhe kurator arti, fort për zemër ka dramën. Do ta tregoj arsyen pse. Monodrama Ëngjujt bashkon dramaturgun shqiptar Odisej Plaku, regjisorin Naser Shatrolli e aktoren shqiptare, e cila për vitesh interpreton në skena të Greqisë Vefi Redhi. Kjo shfaqje i jep zë nënave të Kosovës që kërkojnë drejtësi. Naser Shatrolli është dramaturg dhe regjisor. Ai ka mbaruar studimet universitare dhe pas universitare në Prishtinë. Është autor dhe regjisor i teksteve dramatike të inskenuara dhe të shfaqura në teatrët e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, e festivalet të ndryshme në Turqi, Athinë, Serbi e në Shtetet Bashkuara. Ai është vlerësuar edhe me çmime të rëndësishme. Gjithashtu, është skenarist i filmit artistik i vlerësuar me çmime në festivalet rajonale dhe ndërkombëtare, kritik i teatrit njëherësh dhe kurator i arteve pamore. Ai është autori i monografisë së baletit kombëtar në Kosovë, me titull Këmbët, autori i përmbledhjes së parë Qiell, autori i monografisë Figurë, autori i përmbledhjes së dytë për të reve. Ai ka inskenuar shfaqje të shumta, ku mund të përmendim Figoriferi, Karamele, Brisku, Lulet, Vagon, Kaseta, Ditë Vere. Shatrolli është autori i 10 shkrimeve kuratoriale në artet pamore, autori i kritikave për teatr, film, letërsi e muzikë. Nuk e mos ke kuptu filozofinë e komunizmit, jo. Të gjithë kanë humbur diçka në luftë. Dikush më shumë, dikush më pak. Gëzuar. Ky është një prezantim i juaj, e kam mbyllur me grafitet. Besoj se është në veprat që ju dhe fort e keni për zemër. Është e vërtet për disa arsye. Fillimisht, autori i pjesës është profesor Mehmet Kraja, kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës. Dhe në njëjtën kohë profesori i yni në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Do të thonë ka ligjëruar skenarin dhe kemi pas fat ne si brez që të kemi
personalitete vërtet të rëndësishme në aspektin e dhënjemarrjes, si thosh, në kuptimin e ligjerimit për skenarin, dramën dhe këtë fushën tonë që jemi ne sot, që po flasim sot për të. E dyta, shfaqja është inskenuar në Preshevë. Presheva është si më duket për Kosovën është goxha barë kështu në aspektin politik, në shumë dimensione, dhe kur më ftuan ata, në atë kohë ishte drejtor kujtim Sadriu, tash nuk është drejtor, ai më ftoi, unë e diskutova me profesor Mehmet Krajin, thash ke diçka për Preshevë, sa unë të propozoj grafitet, e mora, kishte goxha shumë personazhe, nuk kishim aktor kur shkova atje, sepse trupa ishte e vogël. Mandej u desh që ta modifikoja unë, të më nënëve disa personazhe, pastaj disa personazhe i lunin një aktor, 2 personazhe, për të qenë më i shkurtër. Me dashuri, me përgjegjësi, me krejt fokusin e energjisë e kam punuar atë pjesë, dhe vërtet e ka dhënë atje honën e saj, ka pas një impakt të drejt për drejt me audiencën, me kritikën dhe me gjithë rajonin shqiptar ballkanik. Madje në premierë të shfaqjes ka qenë edhe kryetari i opozitës së Serbisë, sepse Presheva është në Serbi dhe ai erdhi në premierë, e ftoi drejtori dhe erdhi, ai është goxha pro-shqiptar, ai kryetari i opozitës së Serbisë. Si e priti? E priti mirë, sepse ishte vetë dramaturg ai. Ai kishte mbaru dramaturgji, por tha nuk kam... Se ka metaforë të fortë grafitet. Sigurisht, ai e kuptoi shfaqjen, sepse flet sigurisht për disa etapa kohore për lirinë e Kosovës. Për Kosovës, dhe niset prej kohës hershme kur janë formu këto grupet ilegale, deri tek lufta e fundit, ndërhyrja, futja e NATO-s dhe liria në fund që vjen e leckosur dhe të cilët të gjithë duan që ta përbalten ose ta përbuzin ose t'i japin një dimension shfrenimi, me të kraj është goxha Ka një metaforë shumë të fuqishme me grafitet dhe është një vepër vërtet shumë e fortë për sa i përket gjithë historikut të Kosovës. Gjithë rrugtimin që ka pësuar Kosova dhe për atë më vjen mirë që është pëlqyer edhe nga serbët. Edhe ajo metaforë e fortë sepse dëmin më të madh ja ka shkaktuar Serbia Kosovës. Sigurisht që po, sepse ajo flet sigurisht në aspektin e aty është pjesa e spionimit, që shqiptarët bëjnë spionazh, ndoshta nuk e bëjnë për shkak që e dëshirojnë atë, por gjithsesi për të mbjetuar, bëhen ndoshta pjesë të ose në anën e pushtetit, por e keqja është se ata nuk ndjehen mirë kur e bëjnë. Në këtë kuptim edhe kanë shtri shfaqjen. Është një prej pjesëve të mia që do të ngelet, është shumë e rëndësishme dhe jam vërtet që në hyrje, sepse ju i njihni mirë edhe artet pamore, ai gjaku që rrjedh, kur shkruhen grafitet, ka një metaforë shumë të fortë. Sigurisht, e kam një bashkëpunëtor që punoj me ta që 25 vite, është Dalma Dobra. Ai të gjitha trailerët ai mi përgatit, kështu që është djalë i shkathët shumë, ka sens, ka prirje dhe e ka bërë me qejf edhe shumë shpejt e ka bërë, por ja ka nxirr si thosh atë esencën e pjesës ose të tanësisë veprës, kështu që i jam mirënjohës atina. Naser, ju pëlqen shumë drama dhe për më tepër aktualisht po jepni jetë një vepre që e keni vuajtur në lëkurë, Ëngjëjt. Flet për nënat e Kosovës. Dhe në fakt, ke patur edhe gjatë ngjizjes së kësaj vepre emocione të shkaktuara se e keni jetuar vetë atë kohë? Sigurisht, unë kam qenë aty në luftë, e kam përjetu drejt përse drejti. Nuk kam qenë pjesë e ushtrisë, por ju kam qenë buk ushtrisë. Në rrethana çfarë kanë qenë, unë kam lëviz, sepse nuk dyshohesha shumë në kuptimin që dini njerëzit që unë jam artist i fushës së artit, djali i urtë, djali i sjellshëm, mirë po, çdo vikend unë shkoja atje lart dhe ju çonim rroba, ju çonim gjërat mbrapa. Sa vjeç ishit? Në atë kohë, unë kam qenë 20, nuk e di, 20 diçka vjeç, se di saktë se sa kam qenë. Kishe 20 vjeç, që mban mend çdo gjë, dhe ke qenë tamam pjesë e saj. Vendose mos largoheshe si shumë të rinj të tjerë? Jo, ne na nxorën nga shtëpia, unë jetoja në Podujeve, kam edhe sot shtëpinë aty, në qendër të Podujevës. Na nxorën familjen komplet, e kisha nanën në mosh, ajo tashmë ka ndruar jetë.
Dhe morëm atë rrugën e vështirë, rrugën e si që mori Akili atë rrugën e vështirë, malet, vujtje, ushqime, fëmijët vegjël kishim të vëllezërve, domethënë që kishim nevojë për qumshte këto gjëra, mirë po, këto janë përjetime që i kam atakuar drejt për së drejt, i kam atakuar policin, kam atakuar momentum kur janë vrarë, aty për aty kanë vrarë njerëzit në prezencën e syve të mi, kam atakuar kur neve na kanë marrë lekët, dhunshëm, na kanë detyruar që t'i japim lekët nëse duam jetën, dhe për jetë është mirë me pas lekën këto rrethana. Dhe kjo dram e ngjyt në një segment të caktuar e ka dhe këtë pjesën e lekëve, kur kjo e fajson vetveten personazhi Hana, e fajson vetveten, thotë si korruptova unë kriminalet. Pse nuk e bëra, dhe kjo ja bën gjyqin vetes në shtëpinë e saj, sepse kjo është një metaforë që është e ngujuar, është e mbyllur brenda lëkurës vet, brenda atyre 4 mureve, dhe aty e krijon, si thosh, kambanën kishtare, aty e krijon gjykatorin, aty e krijon atë kopshtin e gjithë fëmijëve të botës, jo vetëm të fëmijëve të saj që sepse ajo është një metaforë ku përmes Hanës, nënës, marrin zë të gjitha nënat e Kosovës që kanë përjetuar atë drama, tragjedi në luftë. Dhe ky ka qenë besoj edhe qëllimi kryesor i shfaqjes. Hana është Kosova. Në kontekst kësaj që ju po e thani, unë po e zbërthej që Hana është personazh real, sepse kemi nëna që vërtet i kanë pas këto pasoja të drejt për drejta, që unë i njoh vetë, i kam pa vetë, i kam takuar vetë këto nëna, por në një kontekst pak më të gjerë, në kuptimin teatror, sepse teatri ka një mision pak më shumë se kaq, është Kosova, dhe tash kjo sigurisht për çdo gjë që i ka ndodhur asaj, kjo provon të gjej shkaqet, motivet e fuqishme dhe reale që e kanë qenë deri tek në një situatë të tillë, është e vetmuar dhe gjithmonë pret që dikush si thosh vijë dhe ta takojë dhe ta jap një lajm, ka një telefon me të cilin vërtet provon me komunikua, në fakt ai është i kputur, domethënë çdo gjë është me të e kputur, por megjithatë ajo e bën atë, e ka misionin e vet edhe synimin e vet dhe nuk e ndalon deri në fund. Sa ndikim ka pasur, le të themi, edhe kjo që ke jetuar vet për të qenë kaq fort i fokusuar në dramë? Kjo është një prej pjesëve të mia teatrore, që kam punuar goxha shumë pjesë, sinqerisht. Unë jam brenda konturave të absurdit, jam brenda teatrit psikologjik, është Josif Papagjoni e ka thënë. Edhe në formën që e ke ndërtuar. E ka thënë edhe Josifi që po ta shikosh shfaqjet e Naser Shatrullit, e kam në parahyrje. Papagjoni. Po, e kam profesor Papagjoni dhe thotë i shikon të gjithë autorët më të mëdhenj botror në një kontekst më të gjerë, por në fund kur ndalesh dhe analizon veprat e tij, ai është teatri i tij, nuk është asnjëri i atyre që ne mendojmë se ai po na çon herë te një autor, herë te një. Domthonë, unë tendencat i kam që të krijoj, si thua, atë autorsi në çdo gjetje. Domthonë, nuk kam dëshirë asnjë element vetëm në shfaqje me u pa nëse u pa dikun tjetër. Thjesht, por as se si nuk i iki prallës, nuk i iki ides, nuk i iki fabulës. Domthonë, çdo gjë e ndërtoj duke u bazuar në atë që personazhi kërkon, për nevojat personazhit i bëj gjitha gjetjet. Ti qarë në këtë shfaqje? Kam qarë sot. Edhe është një aktore brillante, dhe unë jam shumë i gëzueshëm që e kam këtë aktore në këtë shfaqje, jam vërtet i... E ka futur në lëkurë Kosovën, nënat e Kosovës? Vefi ka ardhur nga Athina, kemi punuar fillimisht online, prej Prishtinës ajo në Athinë, mandej kjo ka ardhur në Prishtinë, dhe kemi vendosur aty me punu, sepse mua nuk kisha mundësi me marrë shumë pushim gjatë, se unë punoj aty. E kemi shkuar në teatrin Dodona, që i falenderoj shumë, që na dhanë mundësinë të punonim aty, kushtet të mira i kanë Dodona, dhe kemi bërë provat aty, por aq shumë ka punuar, aq shumë e ka trajtuar këtë personazh, aq shumë e ka, si të thush, ka marrë informacione për ta krijuar edhe për ta sjellë këtë nanë që vërtet me pas qatë kuptimin që ne po e diskutojmë, mos jetë një nanë e vetme, por të jetë një nanë ku të gjitha nanat do ta gjejnë vetveten. Dua të kthej pas në kohë. Si ka ardhur dëshira për regji dhe për dramaturgji? Unë fillimisht kam studiuar aktrimin. Dhe ndaj të quajta aktor, artist total, aktor, regjisor, dramaturg, kurator arti. Profesor Enver Petrovci, tek profesor Enveri, dhe si thush,
ajo ligjërimi i tij, pedagogjia e tij më ka ndihmuar shumë në aspektin e ndërtimit të personazheve dhe në aspektin e të shkruarit dramë dhe dramaturgji në përgjithësi. Është një prej ligjëruesve që fati më i mirë për Kosovën mund të jetë që ai ka qenë ligjërues të Fakultetit e Artëve në Prishtinë në Verpetrov, si e them edhe sot dhe gjithmonë e kam thënë edhe gjithë do ta them. Ai erdhi prej Beogradit si i formuar si aktor, si shkollë që na solli në Prishtinë dhe na kanë nxjerr breza të fuqishëm shumë. Ka qenë edhe Ismet Azemi në atë kohë ishte asistenti i tij dhe me të kam edhe prej tij kam marrë shumë, është një emër kështu i përveçëm atje në Kosovë. Mandej unë fillova me shkru, monologje të caktuara që kërkoheshin për gjatë procesit mësimor dhe kur i lexonte profesori Enveri monologjet e mia, kur i lexonte pjesët e mia, ai më thoshte vazhdimisht ti ke prirje të jashtëzakonshme për të shkruar dramë ose diçka që është e përafërt me fushën e dramaturgjisë dhe domthonë ishte një shenjë e parë, si thosh, në aspektin e dramaturgjisë, nuk e kisha menduar. Pas ka qenë shtysa Enver Petrovski. Po, ishte shtysa për gjatë studimeve në aktrim dhe unë fillova me bë kritik në atë kohë për teatrin, me shkru kritik. Po, ke bërë dhe shumë shkrime kritike. Kam bërë shumë shkrime dhe bile e mbaj mend shkrimin e parë kam shkruar për Milazim Krasniqin. Milazim është dramaturg, që unë e vlerësoj shumë atë personalitet. Ka qenë edhe gazetar, ka qenë i gjithanshëm, është edhe politolog, është profesor universitar, e kam bërë shkrimin e parë për një pjesë teatrore, nuk e di se si quhej pjesa, më duket që profesor Agim Selimi e ka bërë regjinë, nëse s'gabojm, ka qenë para luftës. Jo, para luftës, po pas luftës me një në fillimit e para, nëse s'gaboj, nuk jam i sigurt se ka marru. Ose para luftës, nuk jam i sigurt se kemi pas një teatr paralel paka shumë. Kemi funksionu paralelisht edhe pse kishim gjitha institucionet e mbyllura, kishte hapësira ku manevroheshte, po. Kështu që kështu fillova, mandej unë shkova në studime dramaturgji në Fakultetin e Arteve, aty kam pas profesoren Haqimulliqin, Ekrem Kryeziun, emra shumë të rëndësishëm. Shumë të njohur të dramaturgjisë. Kemi pas të gjithë Isa Qosjen, Min Halilin, emrat përveçëm të kësaj fushë, dhe në fund fare kam studiu dhe regji tek profesor Fadil Hysaj, në kam afërsisht 12 vite, besoj du t'i kemë veç me studime. Studime? Veç studime. Që i kam, ku qenë vetëm më mirë? Se je shumë i shpërndar, sa të bën mirë dhe të bën dëm do njëra, duke shkruar, duke vënë shfaqje. Kur vën shfaqjet e tua, është pak e dhimbshme me pre ndonjë pjesë, e ka pak pezë. Jam i pamëshirshëm. Je i pamëshirshëm. Masakrues jam. Të tekstit. Nëse nuk i rrin skenas. Sinqerisht, ajo çka nuk i rrin, unë jam perfeksionist në këtë drejtim, nuk më di, që është e imja. Po me tjetërin, ti debat, kur ke një dramaturg tjetër, sidomos se ke shpesh pjesë të dramaturgve tjerë. E godas pa mëshirë dramën time. Pa mëshirë. Po kur e ketë autor tjetër? Se s'ka mëshirë, nuk ka mëshirë në skenë. Drama nuk bëhet për mëshirë. Askund s'duhet ketë mëshirë, s'duhet ketë mëshirë. Njerëzit vinë për të parë, njerëzit vinë për të marrë dhe duhet dalin të mbushur. Me një shije, trondike. Po, duhet dalin mbushur dhe në këtë kuptim unë e shikaj që dramaturgji jo të shtoj edhe një rresht më shumë, jo edhe një se ky mëdhim, se të ky jo. Nëse e stopon veprimin, nëse nuk i rrin, nuk e justifikon skenën. Sakt. Nëse thjesht e stopon veprimin, e pengon veprimin, e menjanon atë çfarë është synim i personazhit, atë do të eliminuar dhe unë i bëj këto se kam as edhe një problem. Jo vetëm te dramat e mia, po edhe tek të tjerët. Ke debate me dramaturgët? Nuk kam problem. Për shembull tek profesor Mehmet Kraja, unë i kam treguar që do ta ridimensionoj dramën për faktin se e tregova rastin që s'kisha aktor, nuk kishin buxhetet mjaftueshme, më tha një gjatë bukur, më tha shumë. Unë e kam dramën të botuar. Ti bën çfarë të duash me të. Ajo nuk është dramë e librit, por ajo është dramë e shfaqjes. Ajo çka është në shfaqje është e shfaqjes. Ajo çka është në libër është e imja 100%. Kështu që ti je regjizori, ti duhet t'ja japësh drejtimin veprës, nuk... Shumë mirë kuptues. Absolut. Edhe ka ardhe, ka parë, shfaqen. Me çfarë shije doli? Dhe kemi diskutuar, po theme kemi diskutuar në tavolin, kështu, sy më sy, dhe unë nuk du të them ato çka e ka thonë, sepse nuk është nashta korrekte, por sigurisht që ka ardhur me tjetër bindje, sepse ai mendonte që Presheva është një vend i vogël, a mund ta krijosh një vepër
atje në një A jep efektin e duhur. Po, a jep efektin e duhur dhe, por kur i pa dhe trupën ajo befasua edhe për aktorët që për mu ishte e vlefshme kjo dhe kjo është e rëndësishme. Në fakt, kur udhton shpesh në dramaturgji dhe ngelesh se cili për nesh ka shijet e vetat, komedis, dramës, të shoh më shumë të fokusuar tek drama. Ka një arsye? Po, sigurisht që aty notoj më thellë është aspekti i të notuarit artistikisht, më thanë ti ke mundësi që ta përdorësh atë intuitën, dhuntin, talentin, atë gjëra dramat jep këto mundësi që si thosh nxjerrësh gjëra atraktive, gjëra të çuditshme. Jo pak herë në pjesë tuaja. Tek kjo pjesa e komedia është më shumë për ti mbushur, për ti argëtuar masa turmën, edhe pse nuk duhet kuptuar komedia që është e tillë, sepse komedia... Nëse vjet mirë dhe është një pjesë e mirë, mendoj që edhe nëpërmjet komedisë mund të thush gjëra shumë forta. Absolutisht shumë. Se në mes të dramës ka buzëqeshje, po dhe në mes të komedisë ka latë, nëse dihet të vjet mirë, sepse janë dy antiteza që duhen parë këtë këndvështrim. Unë provoj që të shkoj vazhdimisht te komedia nëpërmes dramës ose që kush, si thosh, në një tekst që ti bashkëtosh bashkë. Po, bashkëtojnë, ka dramaturgji që ka dhe elementin e komedisë, po të dramës janë mes njëra tjetrës, ose si thush bashkërendojnë, ngërshetohen, këto tekste më pëlqejnë, më provokojnë edhe kur e ke trupën e mirë, si thush, edhe janë të komunikueshëm, edhe si thush, edhe të komunikueshëm edhe të dëgjueshëm, vinë këto gjëra dhe do të punuar shumë për teatrin. Unë mendoj, nëse nuk pa u bërë punë e fuqishme këngulse me trajtu shumë thellë një vepër, aja nuk ka jetë, nuk qëndran. E për arderi tek ai finale e mirë dën shumë angazhim shumë. Çfarë skena për ju? Është botë kuptimi i jetës, frymarrje. Vërtet është frymarrje dhe shikim është, shikimi im është skena, si thosh, është vrojtimi im është skena, është diapazoni të menduarit, të shikuarit, është vetë uji, si thosh, dhe ushqim në të gjitha dimensionet. Më herët më mori një piktor në telefon dhe më tha ku je, thash unë jam në spitalin tim jetësor, tha ku është ky spitali yt, është teatri. Thash unë nuk kam nevojë që të shkoj. E ke sërum të domosdoshëm, domethënë. Thash unë nuk shkoj as edhe një herë tek mjeku sepse unë e kam shërimin këtu në skenë, kam shëruar se kam gjithmonë ose kujdeset për shëndetin tim. Por aq sa është i dashur, aq të shkakton shpesh edhe takikardia apo ja? Është nuk mundesh me marrë me mend se kur shkoj në dhomë edhe i ndjej eshtrat, i ndjej çdo gjë, ndjej në trup dhimbjet, është i mundem shumë. Të shkakton kaq vuajtje? Nëse s'ka vujtje nuk do të marri vujtje audienca, do të marri ato vujtje audienca dhe t'i përjetësojnë trupin e vetën, në jetën e vetën, në panoramën e jetës vetën, të kaluarën e tij, do t'i kthehet krejt e vërteta atij në përmes atyre. Sa çmenduri ke brenda vetes kur je duke bërë le të themi atë operacionin total të një teksti për ta kthyer më pas në veprim, në fjalë e në lëvizje totale për publikun, se kjo është ajo çfarë regjizori duhet bëj. Pra atë tekst ma bëj mua të frymoj, të marr jetë, të marr ajër. Si jeton atë çmenduri? Është e nevojshme që të jetë nevojshme, por është e pakapërcyeshme dhe domosdoshmëri, çmenduria krijuese për një dramaturg ose një regjizor që du ta ketë 100% atë, nëse do që vepra ta mbrijat impaktin real ose ato pritjet reale në premierë. Unë jam i çmendur totalisht në kuptimin e mirë, po them kuptimin. Si jeton atë fazë ku je duke ngjis veprën? Sigurisht që është fillimi është gjithmonë, kam dilemat më dha, kam frikrat më dha, manifestohen këto të gjitha. Sigurisht pastaj gradualisht duke se unë punoj me aktorin shumë. Pjesa që unë provoj me ndërtu konturat e fuqishme të një shfaqje suksesshme është puna që e bëj me aktorët. Unë provoj me ndërtu si që shkruaj dramën, provoj me shkru edhe aktorin në skenë. Sa rëndësishme është kjo? Është me shkru komplet aktorin në personazhin që ai ka me interpretu, është shumë e vështirë, por është shumë e mirë. Kur ke një personazh që do fort për të jetësuar në skenë edhe aktorit cilit vërtet do t'ja japësh atë lëkurë? Po, është e vërtet. Kur e marr tekstin, gjithmonë më faniten
fotografitë e aktorëve ose aktorëve, dhe kur vjen fundi që duhet të bëj zgjedhjen dhe nëse nuk i kam ato mundësi, i them vetes ka përcej heqe këtë fotografi, qita ato me të cilën ti do të punosh, dhe kjo nuk ka të tjerë, dhe kjo ti këtu du të gjesh, si thush, du të atë shmendurin ta fokusosh këtu dhe ta ndërtosh ata çfarë. Domethënë nuk është edhe pse nuk mund ta kem në një shfaqje me shumë personazhe, trupën ideale, sigurisht që unë nuk, ato ambicet e mia nuk zbehen. Do t'i arrish me atë produkt që ke. Me atë produkt që kam. Do me thonë, regjizori duhet t'i gjej mekanizmat, nëse një aktor nuk i ka ata mekanizma që i kërkon. Duhet t'ja gjesh ti. Unë duhet t'i gjej mekanizma të tjerë, nëse nuk mundet ai që të m'jap drejt për së drejti, unë duhet gjej mekanizma regjizorial që futen në shërbim të personazhit, por që përmbledhen ose mbrin standardit dhe kërkesat e atij personazhi. Kështu që kjo është ajo pak a shumë. Ju e njihni territorin e teatrit edhe shqiptar. Sigurisht që po. Në tërësi. Po këto vitet e fundit nuk kam ardhur shumë shpesh në Tiranë, se në punë aty në Prishtinë kam fëmijë të vegjël, do të thënë kam shumë angazhim aty. Vërtet s'kisha mundësi që të vija. Nuk është që kam parë shumë, por pak a shumë e njoh pjesën shqiptare në përgjithësi, e njoh se ku është dhe ku është Një dhe pak kritik ndonjëherë për vënjet këtu? Sigurisht. Jo vetëm këtu, por edhe në Prishtinë kritik jam i ashpërsisht jam kritik. Si shikon teatrin tërësi? Nuk po punohet, se di, nuk është mungon pak pasion? Nuk është në stadin e duhur teatri shqiptar në përgjithësi. Nuk është. Ne mund të themi që është, por unë shoh kur vinë në regjizor të huaj, ti shikon diçka tjetër, nuk është se ndoshta shikon diçka të jashtëzakonshme të përmasa o të Berlinit, por po, ka element të mirë që ndodhin këtu dhe kjo shqyqyr që ndodhin. Kemi një krizë ne, si teatr shqiptar, por fus të gjithi në një... është teatri gjithmonë ka kriza, se nuk ka regjizor, nuk prodhojnë shpesh, nuk prodhojnë epokat shpesh regjizor që kanë potencial të fuqishëm ose brum që do të cilin frym ose një diçka të re për skena teatrore. Shumica në herave është gati është e ripërtypja asaj çfarë shohin, pak më ndryshe, forma duke i dhënë pak forma të tjera, është hyrë tash ky nocioni forma tjera, koreografia, ka hyrë këndimi, vallëzimi. Po sa e zëvendëson kjo fjalën? Jo, fjalën nuk e zëvendëson asesi, por kjo pjesa... Është një pjesë komplementare e pjesës, por jo thelb. Gjithsesi, do të thonë, aspekti psikologjik, aspekti dramatik, aja përballja e fuqishme drejt për drejt e personazhit me rrethanat që i krijohen, në shumicën e herave gati mungojnë, jenë më letë me u kriju ato si formë spektaklesh, por të bukura me i pa vërtet, sepse kanë ardhur shumë teknika, teknologjia ka avancu shumë, ndriçimi, muzika, kompozimi, janë shumë është më mirë, është më letë. Po aktori duhet jetë aktor në skenë, se po çfarë shkoj me pa teatr. Sigurisht që edhe kjo është një dimension i caktuar. Pra duhet kombinohen, po mos jetë determinante, mos të bëj dominancën e shfaqjes. Le të kemi performanca show. Teatrët kombëtare duhet ta kenë, si thosh, në boshtin e tyre filozofinë e teatrit repertorit. Po. Nëse se kanë atë, kalojnë në diçka në një dimension pak më tej ose forma tjera eksperimentuese ose ato janë të mira, por ndoshta nuk i takojnë skenës kombëtare sepse emri është i madh dhe nuk është që po e them unë, por këto i kanë në teatrin e Beogradit, në teatrin e Sarajevës, teatrin e Zagrebit, teatri i repertorit është i repertorit, ka dramaturgji të verifikuar. Po mungon pak edhe drama shqipe në teatra. Në teatr më shumë vën pjesë të huaja se sa pjesë shqiptare. S'ka problem, kudo në botë vihen pjesë të huaja sepse është filozofia që aty të ketë repertor të mirëfillt, të fuqishëm, të verifikuar. Po është domosdoshme që t'i japim edhe dramës kombëtare patjetër. Një prioritet. Gjithsesi kam qenë partizan i jashtëzakonshëm që skenës dramës shqipe t'ja është realiteti jonë fundit. Është realiteti jonë dhe ka element mirë dramaturgjia kombëtare, nuk është që ka dramaturg që shkruajnë edhe këtu edhe në Prishtinë. Unë nuk përtoj, unë gati pjesën dërmuese të shfaqjeve i kam
të dramës kombëtare janë tekstet, kështu që nuk është se i lakmoj shumë dramaturgjinë e huaj, edhe pse s'ja kam frikën në aspektin e inskenimit, por drama jonë më duket se jemi ne, por pse mos të gjejnë edhe të tjerët në dramën tonë nëpërmes një shfaqje diçka. Ju keni vënë edhe jashtë Shqipërisë, si pritën pjesët shqiptare jashtë? Po them, nëse unë pjesët e mia është pak a shumë teatr modern. Depërton lehtë në publik tuaj. Është më i depërtueshëm, është më lehtë si thosh i absorbuar, është i përthithshëm më shumë. Kam qenë tani më kujtohet, është një Slobodan Unkovski, një regjisor që ndoshta njihet si numri 1 në ish Jugosllavisë në aspektin e regjisurës edhe si ligjërues edhe ai erdhi në Shkup kur isha unë me shfaqjen Shkumsi në Shkup. E ftova dhe erdhi me pa shfaqjen, më nderoj thjesht, kisha dëshirë me pa punën time, edhe thjesht me marrë një mendim të tij çfarë unë kisha bërë, ai nuk e njeh të gjuhën, se njeh gjuhën shqipe. Vetëm pa shfaqjen? Vetëm me pa shfaqjen, pa e kuptuar se çfarë dialogu kishte në të. E kishte kuptuar pak se ishte një artist i njoftën aty në Shkup, një Besfort Idrizi që erdhi me të bashk, dhe ai si duket ja kishte shpjeguar pak a shumë prallën dhe mandej u prononcua edhe në televizion edhe foli disa gjëra që mu më kanë bë mirë në jetë. Atë çka, po, patjetër se një regjisor i verifikuar që e njohin edhe në Shqipëri, e njohin të gjithë atë, kur të jap një mendim profesional për atë çfarë unë e kam, si të është synim, jo vetëm synim, por aty e ndjej vetveten, atëherë kjo është e rëndësishme për karrierën edhe për ambicjet edhe për vizionin, synimet. Naser, sot është pak më lehtë, bashkëpunohet me Beogradin, si e kujton herën e parë kur ke qenë atje? Në Beograd unë isha të parën herë. Shumë kohë më parë. Se di kam qenë shumë kohë më parë. Po si, herën e atëherë fundit pritej me policë kur iknin në fillim trupat shqiptare, ka pas ngjarje të tilla që ndodhin. Si ka qenë ai emocion dhe për ju? Janë këto ekzibicionet edhe këto që krijohen skenare që qëllimshëm që të ketë turma. Unë kam qenë në Beograd, e kam takuar drejtorin e Teatrit Nacional të Beogradit, kur isha drejtor në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Dhe kisha dëshirë që ta takoja në kuptimin që ta gjenë ndonjë bashkërendim artistik, madje ata kanë një humor, shkolla Beogradit, Akademia e Beogradit, ka një humor, vërtet e ka një humor. Ka humor interesant. Ka një humor, është provokativ, është humori, është i veçantë, jemi të sinqert, sepse këta kemi mësuar edhe për profesorit e në vërgjësësi. Ai na ka sjellë, mandej ne e kemi pa dhe në televizion, se ne kemi jetu në ish Jugosllavi dhe ai më tha, si është e mundur, tha, qysh po guxon me kërku ti bashkëpunim prej Prishtinë me Beogradin, tha, me Teatrin Nacional të Beogradit, tha. Po, në fakt, arti ka zbutur gjithmonë. Thash, pse ke ti këtë mendim? Unë e dija që po bënte humor, sepse ai e njefte profesorën Veri, njefte krejt e kuptoj këtë ajkën e aktorëve të Prishtinës. Po ekzistonte një lloj ngërçi dhe në bashkëpunim. Jo, ai ma bëri me ironi, ai po bënte ironi, tha, e din ti, tha, kush ulet në atë karrigë atje, ne ishim katin e dytë. Po. Tha, din ti kush ulet atë? Jo, mund të jetë në një personalitet artistik, thash në artist i njohur. Ja, tha, këtu ulet kryetari i Serbisë. Vučić. Po, dhe mandej e bëri me humor, tha, si mund të bashkëpunojmë ne në kuptimin që përderisa është ai atje, si do të gjejmë ne bashkërendim dy teatrët, Teatri Nacional i Serbisë me Teatrin Kombëtar. Arriti të bëj bashkëpunim me Beogradin? Jo. Kur ishe drejtor? Jo, Pse? Është e vështirë. Ko ishte unë, do më thënë, pastaj unë undrua, erdhi dikush tjetër drejtar edhe, po unë kam kontakt edhe sot me atë, është aktor, ai i njohur atje në Beograd, por është drejtar i teatrit, është një teatr me reputacion gjithsesi në Beograd, po kjo është pak a shumë realiteti. Megjithatë, po shkëmbime kulturore kanë ndodhur. Kanë ardhur, është punuar shfaqje, kanë punuar artistat e Beogradit me aktorë tonë në Prishtinë, është punuar Romeo Gjilieta. Janë thyer tashmë. Thonë, këto veç janë të thyera dhe këto sigurisht që dhe thaj në fund, se harrova që ta them, tha,
t'i ketë drejt, sepse artistat du t'i paramprim politikës, artistat du t'i hapin Janë ura, komunikimi, shumë të buta edhe më të mira. Ose thyrjet mes popullit, ajo është, ne me zipresim, ata gjejmë bashkërendimin, por sigurisht që kjo është edhe aspekti politik, sepse ne akoma Serbia nuk na njeh, edhe kështu që është e vështirë. Po nuk është e vështirë, se unë i kam mundësit me punu në Tiranë, unë i kam mundësit me punu në Shkup. Jo, thëmë është e vështirë për të krijuar një lloj bashkëpunimi edhe të sinqert, apo jo? Apo ekziston mes artistëve që janë të thyrë këto barriera? Ka disa shoqënia civile, nuk është se s'kan bashkërendime, që s'bashkëpunojnë, këto kanë variu dhe më herët, variojnë edhe sot, edhe do të variojnë, sigurisht që mënyrë institucionale është më mirë, që do të kishte bashkëpunime në të ardhmen, dhe unë besoj që do të ketë në të ardhmen, sepse kështu nuk do të ngelet gjithmonë, por megjithatë, unë mendoj që ne du ta fuqizojmë skenën kombëtare Tiranë-Prishtinë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne që ta kemi të fuqishme Tiranën me Prishtinën, pastaj kur i kemi këto dy skena të fuqishme që besa edhe në Shkup, është skena shqiptare është shumë e fortë. Është e fortë, është shumë e avancuar dhe ka ndërtuar një teatr shumë të mirë. Ka ndërtuar teatrin jashtëzakonisht shumë i mirë, me krejt kushtet e nevojshme, edhe ata kanë konkurent drejt për së drejti Maqedonë, Teatrin Nacional të Maqedonëve. Kështu që hapësira shqiptare ka mundësi për të padur një teatr. Ka shfaqje të mira që bën atje, sikur që bën edhe në Prishtinë herë, edhe këtu në Tiranë që bën herë, por ka dhe shfaqje të cilat pastaj lënë shumë për të shruar. Po, mbeten aty në margjinat. Sa është teatri mask dhe i vërtet? Unë dhe doja që të kemi hapësira profesionale ku do të mund të kuptonim në esencë, në bazament, se kush është teatri, sa është i madh, si frymon teatri dhe sa jemi ne të vërtet, karshia ti teatri, sa jemi profesional për një skenë që i ka standardet e rajonit ose të Evropës, dhe kjo akoma po mungon. Në Tiranë është duke ndërtuar teatri, uroj që të ndodhë sa më parë, që ta prejmë shiritin edhe ta kemi një skenë profesionale, sepse me kushtet që jemi duke punuar sot në Tiranë edhe në Prishtinë, unë veten time nuk e njoh. Betona që nuk e njoh se sa unë jam profesionist dhe sa unë mund të matem me një profesionist të Evropës, kur ai ka standardet që unë vetëm mund t'i kem parë në Evropë, ose mund t'i kem paramenduar, ose mund t'i kem... Flisni në aspektin teknologjik? Nuk ofrojmë. Në aspektin teknologjik, teknik, ne jemi në 0. Teatri kombëtar që është duke ndërtuar në Shqipëri premton kushte... Them se po. Kështu që është premtues. Edhe në Prishtinë e kam dëgjuar në këto zgjedhjet e fundit në fushat që është premtuar një teatr i ri kombëtar, dhe kjo është lajm i mirë, ndoshta edhe vonohet, por e rëndësishme është që të kemi teatr kombëtar. E rëndësishme është që të përmendet që duhet bëhet, sepse është e nevojshme që të bëhet, dhe jemi shumë keq në këtë drejtim, jemi shumë të vonuar, jashtë masë të vonuar. Do të kthehem pak tek artet pamore. Sa të ka ndihmuar kurimi i ekspozitave për shfaqje që vë në skenë? Sepse skenografia dhe kostumi janë dy pjesë shumë të rëndësishme për të ndërtuar një shfaqje. Nuk mjafton vetëm mjeshtria fjalës. E vërtet është. Po bëhen disa vite që po punoj me këto, me botën pamore, me artistët e fushës pamore, kryesisht Kosovës, por edhe në Maqedoni, në Preshevë. Kam filluar edhe me këto të Shqipërisë, dhe më ftojnë, sidomos këto 2 vitet e fundit, ka goxha shumë kërkesa që të kem, si tu është ta marrë primatin e kuratorit dhe të shkrimeve kuratoriale për ta, është në interesin e tyre. Sigurisht që unë kam filluar me shkruar për ta, se kam menduar që ka me ardhë kjo formë, kjo ide që do të Po të ka ndihmuar në shfaqje? Po si s'më ka ndihmuar. Kjo është është një shqisë estetike shumë e hollë. Është gjoja më e vlefshme për një regjisor, për një dramaturg që shkruan dramë, dhe për një aktor, nëse e njeh pikturën, nëse e njeh skulpturën, nëse e njeh artin figurativ, jo si që njeh një profesionist që bën, si thosh, një rrugtim gjatë për ta njohur atë oqeanin, si thosh, atë thellësinë e botës krijuese në fushën e pikturës, por të paktën e kupton vërtetësisht kush është ngjyra,
kush është kontrasti, kush është kompozicioni, dhe në këtë kuptim në teatr unë krijoj si thush ekspozit nëpërmes shfaqjes. Se në fakt, ajo çfarë më bën përshtypje dhe nuk ta bëra më kot këtë pyetje është që skenografitë tuaja janë minimaliste. Eksakt. E njëjtë është edhe kostumografia e personazhit, jep shumë më pesh fjalës artistike, por pa i lënë më njanë këto elemente minimaliste të teatrit tënd që do t'i krijosh gjuhën tënde estetike. Është ky qëllimi? Është i qëllim shumë krejt. Madje unë punoj paralelisht, për aq sa punoj me aktorin, aq kohë shpenzoj për skenografinë. Gjithmonë duke e menduar si personazh të dytë ose si personazh në përballje drejt për drejt me personazhin. Domethënë është pasqyrë dhe është personazh sepse aktori përballet drejt për së drejti me to, komunikon me to, krijohet rrethana e tillë në këtë shfaqje. Të kjo vepër që ju po e paraqit të engjëjt, aktoria e ka, po mos t'i kishte qatë skenografi, ato rekuizita ajo nuk do t'jetonte. Ja kam kriju rrethana. Edhe gjendjen e saj psikologjike, edhe mënyrën se si janë të vendosura librat apo elementet e tjera që përbëjnë skenografin janë për treguar jo vetëm dramën e saj, po edhe çojën timin psikologjik që ka nga ajo dramë fort. Është e tillë? Po, më pëlqen. E ke ndërtuar qëllimshëm këtë lloj pozicioni sepse tregon një lloj ekuilibrimi psikologjik, emocional të një nëne. Është shumë e vërtet sepse ndryshe nuk ke se si e tregon, unë nuk kam dëshirë me tregue atë këtë çrregullim si e quajtë ti, po më pëlqen si shprehje, sepse me fjalë nuk mund t'i them unë botës se unë jam e çrregulluar. Por e them me veprime, me këto elementet e skenografisë, kjo e tregon qatë çrregullimin e saj të brendshëm, ndërsa me fjalë e mbron kauzën e saj. Dhe kjo është ajo dualizmi fort, kjo është ai dualizmi, atakimi i fuqishëm. Dramës së fuqishme. Ç'është është e vërtet. Është shumë e vërtet, por është bërë analizë për atë skenografi. Më kanë ndihmuar disa njerëz, nuk janë shumë. Se unë ekipet i kam gjithmonë të vogla, duke u nisur gjithmonë nga aspekti dhe mundësitë që janë ato elementet buxhetore, du ta falenderoj bashkinë që e ka mbështetur, Bashkia e Tiranës e ka mbështetur këtë projekt. Du ta falenderoj Odisej Plaku që më zgjodhi mua për të qenë pjesë e kësaj kauze artistike. Falenderoj atë që ka shkruar dramë për Kosovën. Unë e veçaj këtë se ka shkruar dramë për Kosovë, andaj kam insistuar që t'ja jap hakun kur një autor i Shqipërisë shkruan një dramë për Kosovën, për mua është e vlerë, më e vlerë se sa unë që jam i Kosovës dhe e shkruaj një dramë për Kosovën. E shkruan pak më i distancuar. Edhe e shkruan edhe në atë kuptim, por edhe mua më bën përshtypje. Më emocionon, është e vlerë kur dikush tjetër shkruan për Kosovën, për luftën e Kosovës, për dëbamat e saj, është e rëndësishme pastaj që t'ja japim atë dimensionin estetik, kështu që unë kam provuar në aspektin estetik, regjizorial me gjetje tërësisht krejt autoriale dhe me një interpretim të fuqishëm, shumë të fuqishëm, me thyrje të mëdha, me gjitha ato që i ka bërë aktoria Vefi Redhi, një prej brezave të parë që ka mbaru akademin këtu dhe ka vazhduar rrugtimin e saj në Athinë. Është folur, është shkruar, është vënë në skenë shumë edhe për luftën. Sa rëndësishme është ta vëmë siç duhet atë. Se ka raste, siç flasim edhe për komunizmin në Shqipëri, që bëhet shumë, po kur bëhet shumë dhe jo cilësisht, edhe njerëzit e kanë të vështirë pastaj për ta kapërdir dhe produktin e mirë. Nuk e di a jam e qartë në këtë çfarë. Shumë drejt. Këtu është ajo esenca. Sepse këto tema kanë përgjegjësi të madhe mbrapa vetes. Kjo është shumë në rast se nuk e trajtojmë estetikisht, po flas gjithmonë, sepse ne flasim për teatrin. Por në rast se nuk e trajtojmë veprën seriozisht, duke e ditur se kush është pesha e saj në realitetin e asaj çfarë ka ndodhur në Kosovë, atëherë ka rrezik edhe shpeshherë ndodh që dalim edhe komik. Dalim komik me naivitetin duke menduar se po themi diçka të rëndësishme, në fakt veç mund të jetë dëmtuar ajo prallë ose ajo histori që i ka ndodhur atij personazhi ose asaj X dramës ose X filmit. Kështu që në këtë tema
Është rëndësishme mos mbesim në tentativë. Që ta përçojmë te brezi i ri dhe publiku që vjen, nuk e thash më kot, është trajtuar fort si në Shqipëri për diktaturën, gjithashtu edhe lufta në Kosovë, por është rëndësishme të bëjmë me një shije estetike dhe me një mesazh të fortë që duhet përcjellim te ai publik. Sakt, kjo është unë me këtë ide kam nisë shfaqjen dhe ja kam thënë vefit në proces që ne duhet të jemi të matër që ka themi, që farë flasim, du të kemi fjallën, të japim pesh të jashtë zakonisht të rëndësishme asaj që ka themi me gojë, sepse kjo është një dramë reale që ju ka ndodhë grave të Kosovës, femrave në përgjithësi edhe gjithë familjeve, por nuk është që s'ma lejon mu ajo dramë që të hullim të i gjetje originale, estetike, që të duket vërtet teatr ajo, se unë nuk kam dashur që vërtet tjetë dokumentar, se nuk e parapëlqej këtë lloj. Është e frikshme kjo kur bie në dokumentar teatri. Sepse unë për dokumentar atëherë shohim dokumentar ose shohim tipike zhanrin e dramës. Totalisht dhe jemi në një kështu që unë kam dashur estetike. që të jap konotacion tërësisht artistik, por në esencë, në bazament, në fabula, tematika është ajo që ju ka ndodhur grave, por e kam shtruar që të rëndis dhe publikun me... unë e kam shtruar në një kontekst, në konturat absurdit, krejt është teatri i dhomës, i mbyllur, dhe ti e shikon, në fund, pastaj vetë jep një shpjegim. A ishte vërtet krejt teatri i Sajum, teatr modern që e shikon për te realitetit, apo vërtet, ky realitet ka qenë kështu, por ne nuk e kemi parë ose se kemi... Freudiste. Një loj paksa i bie mes kosciencës dhe subkosciencës. Dhe kjo është edhe magjia që duhet ketë teatri, e aq më tepër teatri absurdit. Unë e du magjin teatrore, unë e du aspektin poetik në shfaqje, megjithatë është e rëndësishme edhe pjesa poetike, du të ketë atë langshmërinë e vetë fjala, du të ketë sigurisht edhe potencën edhe forcën edhe shkoj anoj ka filmi, provoj me ngjyra me këtë pjesën e ndriçimit, jemi tash sot duke punuar në këto, kështu që besoj të premten do jemi të kompletuar në të gjitha pikpamjet, është e kompozuar muzika. Gjithçka është gati. Po gjithçka është gati, jemi duke i përdorur ato tashmë. Zoti Shatrolli, jam drejt fundit dhe dua të kem një përgjigje edhe të sinqertë. Të ka ndodhur shpesh, ose ndonjëherë, të ka ndodhur që vërtet të mos e kesh marrë atë shije të mirë me i shfaqje që ke vënë? Të jemi të sinqertë, se s'na ndodh gjithmonë që të bëjmë produkte cilësore, e ndonjëherë mbas e vuajmë dhe me veten te ku çalua. E bën këtë analizë me veten pas shfaqjeve? Po, shumë. Unë mund të them këtë, të vërtetën, ju po kërkoni sinqeritet, unë e provoj që biseda atora ishte sinqert. Unë provoj që ta kultivoj teatrin naiv. Mund pëlqen piktura naive. Të pëlqen? Po. Në kontekstin e kuptimit, sigurisht që fshehet sinqeriteti, fëmiria, fëmijët nuk gënjejnë, fëmijët janë siç duhet të jetë bota. Ata ashtu si ndihen, ashtu dhe flasin, ashtu dhe veprojnë, ashtu dhe lëvizin. Dhe në këtë kuptim e trajtojnë teatrin. Dhe ato maniret, ato rekuizita që i përdor aktorja në këtë shfaqje janë kësaj natyre. Dhe më anë, aja është mosh madhore e pjekur, ndërsa lëvizjet i ka fëminore, veprimet i ka luan me lodrat të në kohën, knaqet me lodrat fëmijëve. Kështu që unë provoj në këtë aspekt. Unë mund vjen keq për disa shfaqje që s'kan arrit me u plasu, me shku të publiku dhe janë shu pa botën estetike të atyre vepra. Kjo mund dhem që s'kan mujt me shku mjaftush. Do më s'kan pas mundësi me i organizu, disa shfaqe, s'kan pas mundësi që t'i organizoj mjaftushëm, ose ka shfaqe që aktorët ose kanë lëvizje në shku krejt, ose s'kan mujt me i mbajt në vijimsinë si të shpërsëritjeve të reprizave të shfaqjes. Këtu të dhemë? Duman, mu kjo më dhemë më shumëti, për ndryshe në aspektin e të gjitha shfaqjeve që i kam krijuar deri më sot. Mund të them që ndjej një farë kënaqësi në vetvete, dhe sepse secilës i kam kushtu kohë, edhe secilën e kam trajtu si që trajtoj çdo vepër, asnjërin nuk e kam marrë me eufori,
I kam trajtu, ja kam thonë kohën e mjaftueshme, studimin e mjaftueshëm, analizën e mjaftueshme, pastaj se si goditet, shijet, se sa godet, përplaset tek se sa publiku. përplaset tek publiku dhe anasjelltas, kjo pastaj ngelet me kritika gjithmonë I kam vlerësuar. Teatri ka gjithmonë fuqi, në çdo kohë. E vërtet. Por, nuk duhet të adopsojmë fuqinë, duke mos I dhënë ato çfarë duhet në aspektin estetik? Sakt. Të shohem se ku do mbrim, ambicet I kam me vazhdu, do të kem projektin e radhës në Shkodër, sa po të mbaraj këtu, po e bëj për herë të parë publik në emisionin tanë me që I dha rëndësi shumë punës time artistike që nga starti Morëm dimensionet tuaja për të përshfaqur. Kështu që unë kam fituar me një projekt në Shkodër dhe sa po të mbaraj këtu në Tiranë ne do të mblidhemi në Shkodër dhe bëj ekipin e shfaqjes dhe diku në maj, nga fundi I majit, do ta kem premierën e radhës në Shkodër, një projekt më I madh me më shumë personazhe, një tekst amerikan, një autor I njohur amerikan, kështu që është një vit I mbarë për mu, vit pas keni mirë, në hapësirën shqiptare. Vit do më thonë në kuptimin e punës I vështirë sa të thuash, por mu më pëlqejnë vujtjet në teatr. Prap absurde? Është komedi e zezë, si thush është tipike amerikane, por shkon ka bota ime, ka kreativiteti I dramaturgjisë që unë e shkruaj. Aty shumë më pëlqen që jemi të përafërt, jem duke analizuar tekstin mirë, me vëmendje. Cilet janë synimet tuaja si regjisor? Synimet me vazhdu me punu teatr, me vazhdu me... Se e rëndësishme është me lënë dhe shenjën tënde, apo me kriju, me vazhdu dhe në film, kam ambicet e mia, në filmin artistik, sepse unë jam skenarist I filmit edhe thjesht me vazhdu me fushën e arte upamore mës me ju shkputër, sepse është dimenzion I rëndësishëm shumë për gjithë atë ingranazhin tim artistik, si thosh është një lloj përplotësimi I drejt për drejt në njohurit dhe në kërkimet që unë I kam për teatrin, për filmin edhe në relacion gjithmonë me audiencën, provoj që këto dimenzionet t'i bashkërendaj në një, t'i shkri në një dhe të dukem ai që mendoj se jam ose që du t'jem në një të ardhme pak ma të vonshme. Cili është mesazhi që jep për artin në tërësi në këtë pasmesnatë për ta mbyllur? Mesazhi është thjesht që ta kemi kudo që lëvizim, kudo çdo hap që bëjmë, ta kemi vetveten brenda lëkurës tonë. Të hecim në këmbët tona, si thush dhe lodhjes t'i japim kuptim, syve t'i japim si thush dritë, edhe mendjes t'i japim orientim, gjithmonë duke respektuar synimin, qëllimin, pa e dëmtuar askënd, po gjithmonë me qenë garus I fort, vetëm me gjëra që vërtet të friksojnë. Unë këtu kam dëshirë ta orientoj aspektin e krijimtarisë, nëse s'kam frikë nga karshia saj që bëj, atëherë nuk di të krijoj, sepse kur s'ke frikë, ke komoditet, e komoditeti është gjumë për mu nëse e përkthej në një vërtetësi. Pra, do në guxim për të shku drejt frikrave të forta. Po, të mon drejt frikrave, do më donë drejt asaj që është sfiduse, shumë e fuqishme, që të trëndit dhe të frikson nëse je I aftë për të bërë, për ta bërë atë, ose për të japë kuptim, dimension, ose thjesht me umerë me gjëra të cilat nështë janë të dobishme në aspektin ekonomik, në aspektin buxhetor, të relaksojnë për një momentum, por së të mbushin shpirtërisht. Si të bie një shi, pastaj shiu e merre që vazhdon të shkon drejt lumit. Unë jam këtu më shumë I prirur, nuk jam komercial në krijimtarinë time, sinqerisht nuk jam komercial. Të pëlqejnë thellësitë e shpirti. Pra,
Ky është mesazhi që jep. Ti jemi vetvetja, nuk ka gjë më të bukur se sa ti je vetvetja të ecësh në këmbët tuaja. Me këtë mesazh kaq bukur e mbyllim dhe këtë pas mesnat. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit edhe ty shumë për një komunikim shumë i holluar, shumë i thelluar dhe i rëndësishëm, jashtë mase i rëndësishëm në përplotësimin e, si thosh atyre, e dollapave të krijimtarisë time në të ardhmen time. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe suksese. Gjithashtu.